Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i hënë 28 prill 2025. Dashi. Problemet e punës do të zgjidhen së shpejti. Nëse keni një njeri që ju pëlqen ose nëse dëshironi të takoni dikë, do të jetë koha më e mirë për t'u përfshirë. Demi. Jeni shumë të pasionuar, nëse dëshironi do të ketë takime. Bashkëpunimet janë në rimëkëmbje të madhe. Binjaket. Një ditë pa shumë stres, me të vërtetë sot mund të keni më shumë qartësi në mendjen tuaj, më shumë dëshirë për t'u përfshirë edhe në dashuri. Klima e përgjithshme e periudhës është e mirë dhe në fund fitoria do të jetë dhe juaja. Në punë sot përpiquni të përmbaheni sa më shumë. Gaforia. Sot mund të jeni subjekt i një diskutimi të pakëndshëm. Në dashuri kush nuk është me ty është kundër teje, polemik me një ish. Luani. Gatishmëria për të pasur sukses gjatë 2 muajve të fundit ka pasur probleme personale, përfshirë ato fizike, të cilat duhet të kapërcehen me një dozë të mirë vullneti dhe durimi. Virgjeresha. Interesat e reja të punës, lajme të këndshme. Në dashuri gjithçka duket paqësore, ju vetëm duhet të bëni gjërat në të cilat besoni, mbani mend që të jeni origjinal paguan. Peshorja. Mund të lindë pak pasion. Progres i papritur në sektorin ekonomi. Ata që kanë hapur një biznes kohët e fundit mund të kenë surpriza, çmime dhe promovime të mira për ata që meritojnë. Akrepi. Gjatë kësaj kohe ju duhet të eksperimentoni me situata të reja. Ekziston nevoja që të organizoheni dhe të mos lini të mbyteni nga disa ngjarje dhe rrethana të jashtme. Shigjetari. Mos i nënvlerësoni mundësitë që vinë këtë ditë, nëse duhet të hakmerreni për një të gabuar të pësuar, kjo më duket dita e duhur. Sot ju keni një avantazh, ju mund të provoni vlerën tuaj. Britsjapi. Është një problem për t'u zgjidhur sot, në dashuri jo gjithçka është në rregull, çifte e brishta duhet të jenë më të kujdesshëm. Dikush po përpiqet të ndalojë projektin tuaj. Ujori. Një ndërlikim i vogël do të vijeni në qendër të një diskutimi që nuk e keni provokuar. Në dashuri do të luteni dhe ndoshta sonte mund të jepni edhe një justifikim për të shmangur një takim. Peshqit. Ju jeni padyshim në një gjendje fuqie, energjie për dikë që dëshiron të fillojë një biznes. Nëse jeni duke kërkuar për një zgjidhje në dashuri, mund të shikoni përreth, dhe çifte që e duan njëri tjetrin të vendosin për ngjarjet. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.